Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Pushues vendas dhe të huaj edhe këtë fundjavë kanë zgjedhur Vlorën si destinacion për pushimet e tyre verore. Mes pushuesve nuk mungojnë turistë vendas, por edhe shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, që mbeten nostalgjik për Vlorën, ndërkohë të shumt janë edhe turistët e ardhur nga vende si Anglia dhe Suedia. Pushues vendas dhe të huaj kanë zgjedhur Vlorën si destinacion për pushimet e tyre verore. Rritja e temperatura dhe mesi muajit korrik ka sjellë një shtim të ndjeshëm të numrit turistëve në qytetin bregdetar, të cilët vlerësojnë klimën, detin, natyrën dhe atmosferën që ofron Vlora, duke cilësuar atë si një destinacion ideal për të kaluar pushimet. Mes pushuesve nuk mungojnë dhe turistët vendas, por edhe shqiptarë që jetojnë jashtë vendit, të cilët mbeten nostalgjik për Vlorën dhe zgjedhin ta kalojnë verën pranë familjarëve dhe në bregdetin e qytetit. Ndërkohë të shumt janë dhe turistët e huaj të ardhur nga vende të ndryshme si Anglia dhe Suedia. Sipas tyre, Vlora ofron kushte shumë të mira për pushime, ata vlerësojnë klimën, natyrën, por dhe detin e pastër. Jam nga Çekia dhe këtu ndodhem për 4 ditësh. Të them të drejtën, jam e kënaqur dhe kemi gjetur kushte shumë të mira për të kaluar disa ditë pushimi. Ndihem mjaft mirë, klima është fantastike dhe deti është i pastër. Më pëlqen shumë si vend dhe e rekomandoj. Unë jam nga Anglia, vi për herë të parë në Vlorë dhe në Shqipëri. Në fakt, kam vizituar edhe kryeqytetin tuaj që është Tirana dhe më ka pëlqyer. Ndërsa këtu është me të vërtet një vend fantastik. Vlora ofron kushte shumë të mira për të kaluar disa ditë pushimi. Kemi zgjedhur që të pushojmë për gati 5 ditë në qytetin tuaj, ndërsa nesër do të largohemi fillimisht drejt Tiranës dhe më pas drejt Anglisë. Jam nga Suedia. Kam gjetur një bregdet të mrekullueshëm këtu në Vlorë. Në fakt, erdha për pak ditë për të qëndruar, shkova edhe në radhim, ndërsa kam vendosur të qëndroj pikërisht në këtë plazh. Është me të vërtet një vend fantastik. Deti është shumë i pastër. Më duhet të them që kam gjetur kushte mjaftësavorshme për të kaluar pushime ideale. Nuk e njeh më parë Shqipërinë. Kisha dëgjuar, por të them të drejtën nuk isha ardhur. Vendosa ta eksploroja dhe sot jam këtu për të kaluar disa ditë pushimi. Me pushime? Po, pushime. Si po duhet? Po, njëse. Më bëj ditë për ditë. Për aq po sarim, një na duke nëse në mungon çdo gjë ndë dielli, teti. Ku jetoni? Unë jetoj në Angli, Dam. Sa qëndroni këtu? 3 javë kryesisht. 2 në vite në të Vislindi, shumë në vërë tani. E bëni gjithmonë plazhin tek njëjti vend? Po, vite. Jam sigurisht nostalgjik. Jam nostalgjik se fëmijë këtu vjen, kisha sa këshurin këtu të afërapit. Na prishur anë ato shtëpi via Lia Rovat, ka qenë plet atu. Sa vite keni qenë? 11 vjet kam jetuar në Greqi parë. Përfitova ato dokumenta tjetër në vizë. Ka shkuar në Vlora? Shumë. Tani themi registrojmë reform drejt. Ka ndryshuar për mirë sa gjëra. Me afrimin e kulmit të sezonit turistik është rritur ndjeshëm dhe numri i pushuesve në Vlorë, si vendas ashtu dhe të huaj, krahas turistëve nga vendet tradicionale që prej vitesh zgjedhin qytetin bregdetar si destinacion. Këtë sezon vihet re dhe një shtim i vizitorëve nga vendet e tjera, duke zgjeruar hartën e turistëve që frekuentojnë Vlorën. Rritja e temperaturave, shtohet numri i vizitave nga të rinj që paraqiten për konsult në qendrën komunitare të shëndetit mendor dhe në spitalin psikiatrik të Vlorës. Sipas specialistëve të shëndetit mendor, shumë të rinj hezitojnë të drejtojnë shërbimeve për këshillim apo trajtim, kryesisht për shkak të paragjykimeve dhe opinionit shoqëror. Me rritjen e temperaturave, specialistët e shëndetit mendor raportojnë shtim të rasteve që paraqiten për konsult në qendrën komunitare të shëndetit mendor dhe në spitalin psikiatrik të Vlorës. Mes tyre nuk rezultojnë edhe të rinjt. Mjeku Stiliano Lepuri konfirmon se gjatë kësaj periudhe janë shtuar raste tek moshat e reja, problematika që lidhet me një sër faktorësh. Megjithatë, ai thekson se shumë të rinj hezitojnë të drejtohen shërbimeve të shëndetit mendor për këshillim apo trajtim, kryesisht për shkak të paragjykimeve dhe opinionit shoqëror. Duke u ndarur te rastet problematike, mjeku apelon që familjarët dhe qytetarët njoftojnë specialistët sa herë që vërejnë ndryshime shqetësuese në sjelljen e një personi, pasi ndërhyrja në kohë është thelbësore.
me saktësi të madhe unë nuk mund t'ja u them dot, por mund të them se për vizitë që vinë, që kanë kontrollet rutinë apo ndjekje në rutinë që bëhet këtu në qendrën komunitare të shëndetit mendor, shifra varion mesatarisht e 20-25 vizita në ditë. Por këto vizita nuk janë për shtrime, sepse mjeku në bashkëpunim me pacientin lën një plan të caktuar të ndjekjes së problemit dhe në këtë plan të caktuar janë edhe vizitat periodike që rekomandohen që pacienti duhet i bëjë. Pra do të thosha që ky fluks kaq i madh vizitash është për i kontrolle shumica, për shtrime është përqindja shumë e vogël. Spitali psikiatrik Ali Miali ka një zonë shumë të gjerë mbulimi që është që nga Lushnja edhe deri në Sarandë. Referimet që bëhen në spitalin psikiatrik vinë nga mjekët specialistë të rretheve. Do me thënë, si që jemi ne mjekët në qendrën komunitare të shëndetit mendor që shikojmë në qoftë se një banor i komunitetit tonë apo një pacient duhet të referohet për shtrim, ashtu dhe çojnë dhe referojnë për shtrim dhe mjekët e rretheve për në spitalin psikiatrik. Dhe dua të theksoja edhe diçka, duke qenë se jemi në një televizion lokal dhe ndiqet gjërësisht nga komuniteti i Vlorës, në qoftë se evidentoni apo shikoni një problem të shëndetit mendor tek vetja, tek një i afërt, tek fëmia, edhe në komunitet tek një gjiton ose tek një person tjetër, struktura që duhet të drejtoheni për të marrë ndihmën e parë është qendra komunitare e shëndetit mendor, jo Spitali Psikiatrik Ali Miali. Spitali Psikiatrik Ali Miali funksionon sipas sistemit të referimit të Republikës së Shqipërisë për mjekësinë, që i bën shtrimet vetëm me rekomandimin e mjekut specialist të zonës, që në këtë rast janë mjekët specialistë që operojnë në qendrën komunitare të shëndetit mendor. Do të thosha që po, ekziston ky fakt. Unë në qendrën komunitare të shëndetit mendor kam një eksperiencë gati 10 vjeçare dhe kam parë që stigma dhe paragjykimi kanë ekzistuar dhe vazhdojnë të ekzistojnë, por gjëja më kryesore dhe që mua më jep një kënaqësi është se duke ardhur nga viti në vit, stigma dhe paragjykimet janë ulur, që do të thotë që unë shikoj që me kalimin e viteve shikoj më tepër njerëz të çliruar, më tepër njerëz që kërkojnë ndihmë dhe më tepër njerëz që nuk e kanë atë mendimin që po të vetë unë atë lloj strukture do mendojnë kështu për mua. Kështu që me kalimin e viteve kjo gjë është zbehur, por për të qenë realist akoma ekziston. Rritja e rasteve me probleme të shëndetit mendor gjatë kësaj periudhe lidhet kryesisht me temperaturat e larta të stilin në sport dhe me konsumimin e alkoolit apo dhe përdorimin e substancave narkotike. Sipas mjekëve, këto problematika përhasen gjithmonë edhe më shpesh edhe tek moshat e reja, ndaj kërkohet më shumë ndërgjegjësim dhe kërkimi i ndihmës profesionale në kohën e dur. Numri i çifteve të cilat shkojnë drejt divorcit është në rritje nga viti në vit. Avokate Elona Mone thotë se divorcet ndodhin për shumë arsye. Sipas saj, 60% e çifteve i drejtojnë gjykatës për të zgjidhur martesën me marrëveshje, ndërsa 40% e tyre janë çështje komplekse të vështira për të zgjidhur. Numri i çifteve të cilat shkojnë drejt divorcit është në rritje nga viti në vit. Avokate Elona Mone thotë se divorcet ndodhin për shumë arsye. Sipas saj, 60% e çifteve pasi kanë vendosur divorcin i drejtojnë gjykatës për të zgjidhur martesën pa konflikte, por me marrëveshje, ndërsa 40% e tyre janë çështje komplekse të vështira për të zgjidhur. Vit pas viti divorcet, pra proceset e divorceve vinë duke u rritur, rastet janë të ndryshme dhe problematikat po ashtu janë dinamike. Pra nuk kemi raste të cilat të jenë për të njëjtën kauzë ose për të njëjtin shkak. Vinë duke u rritur, patjetër që nuk kemi më në kohën dhe në mentalitetin që për të shkuar tek avokati apo te gjykata është e vështirë, sepse kemi në 60% e rasteve çiftet që vinë me mirë kuptim për divorcin, pasi tashmë i kanë zgjidhur ato mosmarrveshjet midis tyre, pasi një martesë në radhë të parë zgjidhet në fakt midis të dy bashkëshortëve dhe më pas i drejtojnë gjykatës. Pastaj kemi dhe një 40% të cilët janë konfliktual dhe normalisht ka një dinamik tjetër procesi gjyqësor në gjykatë.
Për gjatë divorcit, një prej gjërave të cilat diskutohet është vendimi se kujt i takojnë fëmijët. Gjykata sipas Monës vlerëson edhe vetë prindrit, teksa duke marrë parasysh disa komponent, fëmijët i jepen prindrit më të përgjegjshëm, por edhe që ka kushte më të mira për rritjen e tyre. Mona thotë se nuk mungojnë as rastet kur kjo çështje delikate zgjidhet me marrëveshje mes vetë prindërve. Sigurisht që shkon tek prindi më i përgjegjshëm, që do të thotë prindi më i përgjegjshëm vlerësohet nga një tërësirë thanash, nga bindja e brendshme e gjykatës, nga akti psikologjik, nga provat që paraqiten. Të dy prindrit patjetër kanë një rëndësi të barabartë tek fëmia, por për fëmijët deri në moshën 10 vjeç, nëna është një figurë themelore në jetën dhe në mirëritjen e një fëmie. Megjithatë, ne kemi pasur raste dhe nuk mund t'i mohojmë që gjithashtu babai ka luajtur një rol funksional teje të rëndësishëm në mirëqenien e fëmijës dhe gjykata ka pasur raste që ja ka lënë në kujdestari babait pikërisht për faktin e përgjegjshmërisë që ka pasur kundrejt mirëritjes së fëmijëve. Por nuk mungojnë dhe rastet që janë zgjidhur me mirëkuptim dhe me marrëveshje, me një marrëveshje notariale, të cilën më pas e ka legjitimuar gjykata me vendim gjyqësor, ku prindrit kanë rënë dakord në mënyrë të përbashkët për ushtrimin e kujdestarisë dhe këto janë nga rastet më të mira, sepse një martesë kur nuk shkon nuk mundet që të mbahet më forcërisht. Kjo edhe për shkak të interesit më të lartë të fëmijës, të cilët duan një mirëqenie në familje. Avokata Elona Mone thotë se fëmijët janë ata që vojnë pasojat më negative të divorcit në momentin kur prindrit janë konfliktual. Sipas saj, dhe divorcuar nëse ka marrëveshje dhe komunikim të dy prindrit, ata mund të ofrojnë më të mirën për fëmijët e tyre. Fëmijët i vuajnë pasojat e një divorci në momentin që prindrit vendosin që ata të vuajnë pasoja, dhe me këtë dua të them që kur prindrit janë në radhë par konfliktual, kur mbajnë inat apo mlethe ndaj njëri tjetrit dhe këtë e shfrytëzojnë në kuriz të fëmijëve, patjetër që do t'i vuajnë. Por, në një moment që kemi një divorc, i cili kryhet me marrëveshje dhe të dy bien dakord që për hir të këtyre fëmijëve të jenë së bashku në mirëritjen dhe në kujdestarinë e tyre, patjetër që fëmijët nuk duhet që t'i vuajnë këto pasoja. Në uljen e numrit të divorceve, avokata Elona Mone thotë se ndikim mund të ketë bashkëtesa. Çiftet nuk janë të detyruar të martohen, por duke bashkëtuar e njohin më mirë njëri tjetrin përpara se të marrin vendimin e lidhjes së kurorës. Në radhë të parë nuk duhet të kemi martesa ligjore, duhet funksionoj bashkëtesa. Pra, nuk ka përse çiftet kalojnë me njërin martesë, bashkëtesa është një formë shumë e mirë për të parë nëse çifti mundet që të pranojë të mirat apo të këqijat e njëri tjetrit, le të themi, vlerat dhe jo vlerat. Në radhë të dytë, duhet që martesat të ketë një komunikim dhe tolerancë çifti me njëri tjetrin, sepse nëse ka komunikim dhe tolerancë, patjetër që problematikat e vogla zgjidhen, ndërsa nëse kemi problematika të mëdha, do të thotë që kjo martesë nuk mundet të funksionojë dhe çifti nuk mundet që të bashkëjetojë më me njëri tjetrin. Një çift mund të shkojë drejt divorcit për shumë arsye, të cilat lidhen nga mosmarrveshjet mes tyre dhe deri tek shkaqjet ekonomike. Të rinjt besimtar tek besimi, sipas myftiut të myftinisë të Vlorës Ardit Hoxhallaku, gjejnë qetësinë shpirtërore ndërsa orientohen drejt një jete pavese. Feja i ndihmon besimtarët sipas Hoxhallakut të largojnë stresin e jetës së përditshme, duke u bërë njerëz më të mirë dhe më të lumtur. Në Vlorë, shumë të rinj kanë gjetur veten tek besimi duke nisur predikimin e fesë islame. Ardit Hoxhallaku, muftiu i Vlorës, tregon se numri të rinjve që bëhen pjesë e besimit fetar është i konsiderueshëm. Kjo për arsye pasi sipas Hoxhallakut këta të rinj tek feja mbushin boshllokun shpirtëror, duke kuptuar se këtë boshllok nuk e plotësonin dot as me përdorimin e alkoolit, lëndën narkotike apo kumarit. Hoxhallaku thotë se ky interes është gjithmonë edhe më shumë në rritje. Interesi është shumë i madh për arsye se të rinjt kanë filluar të kërkojnë të mbushin një boshllëk shpirtëror, të cilin tashmë e kanë kuptuar një pjesë e mirë që nuk mushet as me përdorjen e alkoolit, as me lëndët narkotike, as me bigjozin, as me diçka tjetër, sepse Zoti e ka krijuar që atë shpirt ta mbushësh me atë të mirën, me atë që ka dhënë Zoti. Kemi një kërkesë shumë të madhe nga të rinjt, një interes shumë të madh, patjetër që kjo don kohën e vet dhe gjithmonë kur flasim për ata të rinj që kanë ngel në Shqipëri, sepse pjesa më e madhe të rinjve, siç e dim, janë larguar për shumë shkaqe që tashmë ne i dim në Shqipëri. Po çfarë gjejnë ata te besimi? Gjejnë qetësinë shpirtërore.
Myfty Ozllaku thot se tek besimi besimtarët gjejnë qetësinë shpirtërore. Sipas tij, besimi I drejton ata drejt një jete pavese. Feja I ndihmon besimtarët sipas Ozllakut të largojnë stresin e jetës së përditshme, duke u bërë njerëz më të mirë dhe më të lumtur. Besimi I drejton për tek qetësia shpirtërore dhe për tek shkarkimi I streseve të tepërta që njeriu mbar gjatë gjithë ditës apo edhe jetës së tij. Patjetër, prandaj edhe gjen atë qetësinë shpirtërore, sepse njeriu qetësinë shpirtërore gjen aty ku e ndjen veten mirë. Ozllaku pohon se shpesh rinia nuk e kupton se në çfarë gjendje është, sipas tij të rinjt ngarkohen nga rritet sociale, përditshmëria dhe shkojnë drejt veseve, ndaj numrit të rinjve që I drejtohen besimit duhet të jetë edhe më I madh, pasi do të gjejnë aty harmoninë dhe lumturinë shpirtërore. Më të shumë patjetër që duhet të jetë numri, por kjo gjithmonë varet edhe se sa jemi të Zot ne ta përçojmë mesazhin ashtu siç duhet tek të rinjt dhe të rinjt sa janë të prirur për ta kuptuar se si duhet të ndjekët rruga për të gjetë qetësinë shpirtërore, për arsye se rrjetet sociale janë shumë të ngarkuara, jeta e përditshme është shumë e ngarkuar dhe shpeshherë kjo rini nuk e kupton se në gjendje është. Shumë prej të rinjve besimtarët, të cilët kanë nisur vitet e fundit predikimin e fesë, kanë bërë një jetë më të qetë duke hequr dorë kështu nga veset. Drejt përfundimit shëtitoria re e Ksamilit, e cila është pjesë e projektit madhor për përmirësimin e infrastrukturës urbane dhe turistike në Bregdetin e Jugut. Ajo synon të lidhë zonat kryesore, të ofrojë hapësira pedonale për vizitorët dhe të riorganizojë aksesin për gjatë vijës bregdetare. Drejt përfundimit, shëtitoria e re e Ksamilit, hapësirë e transformuar për banorët dhe turistët. Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se punimet për shëtitorin e re të Ksamilit po shkojnë drejt përfundimit, ndërsa ka ndarë dhe një video nga ecuria e investimit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu I qeverisë cilësoi projektin si një transformim të rëndësishëm të hapësirës publike në funksion të banorëve dhe vizitorëve që zgjedhin jugun e Shqipërisë. Drejt përfundimit, shëtitoria e re e Ksamilit, një hapësirë publike transformuar për banorë dhe për çdo vizitor që zgjedh jugun e Shqipërisë, shkruan Rama. Shëtitoria e Ksamilit është pjesë e projektit madhor për përmirësimin e infrastrukturës urbane dhe turistike në Bregdetin e Jugut. Ajo synon të lidhë zonat kryesore, të ofrojë hapësira pedonale për vizitorët dhe të riorganizojë aksesin për gjatë vijës bregdetare, duke ndjekur standardet më të mira të bregdeteve mesdhetare. Ksamili konsiderohet një nga ikonat e turizmit shqiptar dhe një nga pikat më të fotografuara të Rivierës shqiptare. Veçantia e tij qëndron në kombinimin e peizazhit natyror me trashëgiminë kulturore, duke ofruar një eksperiencë që shkon përtej turizmit tradicional të plazhit. Gjatë stinës së verës, shumë pushues zgjedhin librin për të shoqëruar pushimet, por çfarë preferojnë më tepër pushuesit dhe cilat janë titujt dhe autorët më të lexuar? Për më gjerë të ndjekim materialin e përgatitur nga gazetari Edi Ruçi. Përgjatë stinës së verës, shumë prej lexuesve më të rregullt të librit zgjedhin t'i kalojnë pushimet nën shoqërinë e tij, por çfarë preferojnë më tepër pushuesit dhe cilat janë titujt dhe autorët më të lexuar? Shkrimtari Çliri Moxha dhe njëkohësisht administratori një prej librarive kryesore të qytetit thotë se lexuesit janë të prirur drejt letërsisë së huaj. Sipas Soxhës, më tepër lexohet letërsia e huaj se ajo shqiptare. Jemi në stinën e verës dhe shumë zgjedhin që ta kalojnë plazhin edhe duke lexuar, duke mos u ndarë nga libri. Për gjatë sezonit veror, çfarë sugjeroni ju për të lexuar të paktën nga të rriturit fillimisht? Nga të rriturit, po në fakt letërsia në përgjithësi libri po kalon një periudhë të vështirë. Për shkak të disa kushteve që I solli koha, siç është për shembull konkurenca që I bën teknologjia librit. Megjithatë, ata lexues që janë besnik të librit vazhdojnë të lexojnë. Në stinën e verës ka shumë libra që mund të ndihmojnë lexuesit që të kalojnë pushimet verore në anë të detit ose kudo që janë me librat e tyre të preferuar. Ka shumë autor. Kryesisht libraritë sot pushtohen nga letërsia e huaj. Dhe pak vend I lënë letërsisë shqiptare. Mirë po, letërsia shqiptare është po aq e bukur sa dhe letërsia e huaj. Sot shtëpitë botuese rendin mas emrave dhe titujve nga letërsia botërore dhe mirë bëjnë sepse ajo letërsi I ka qëndruar kohës, po edhe letërsia shqiptare është shumë
letërsi e mirë dhe e denjë për të konkuruar në tregun botëror të librit, por dhe për të joshu lexuesit. Autorët më të preferuar shkrimtari Hoxha thot se janë të pasvendësueshmit e letërsisë botërore, si Dostojevski dhe Tolstoj. Preferohet tepër dhe autoria Paulina Simons, por edhe autoria greke Alena Amanda. Disa nga titujt më të nxehtë të verës, cilët janë ose nga autorët më të preferuar? Po, më të preferuar ka disa autorë, për shembull, kemi Dostojevskin, me librat e tij të famshëm, siç është Krim dhe ndëshkim, Idioti, apo Vëllezri Karamazov. Janë librat që lexohen, ose kemi autorë të tjerë, siç është Tolstoj, Ana Karanina e Tolstojit, apo libra të tjerë Paulina Simpson, që ka Kalor si bronzë, ka një seri librash që mund të lexohen, po ka dhe libra që janë më, siç është kjo autoria greke, shkrimtarja greka Lena Amanda, shpizbotuse Tojana, që ka një sër librash që ne i kemi në librarin tonë. Gjithashtu kemi dhe shumë libra psikologjik të botuar nga disa shtëpi botuse, siç mund të përbëhet shtëpi botuse Onufri, cila është e specializuar për këto botime, apo Argeta, që janë këto që sjellin libra që janë shumë të lexuar në stilin e verës. Çliri Moxha thot se fëmijët në vegjëli preferojnë më tepër librat të cilat janë me figura, ndërsa kur nisin të lexojnë, zhanri më i preferuar është pralla. Autori i preferuar sigurisht që mbetet Jules Verne. Hoxha thot se të reqës janë dhe librat me pralla e tregimet të autorëve shqiptar dhe atyre vlonjat. Po fëmijët, çfarë preferojnë më po flas për fëmijët, grup mosha nga adoleshent, por edhe pjesa e të rive më poshtë, ndoshta në moshë që kanë nisur të lexojnë. Kanë nisur të lexojnë fëmijët kryesisht për letërsia për fëmijë dominohet nga revistat kryesisht me pralla, me ngjyrosje. Pastaj vinë fëmijët që kanë mbaruar klasën e parë, ka libra me pralla, janë këta klasikët e Jules Vernit, janë shumë të lexuar dhe ka edhe libra të tjerë që janë të reqin kuriozitetin e fëmijëve. Janë të mbushur me pralla, po ka dhe me figura, me ilustrime. Por ka dhe të autorëve të shqiptarë, siç janë për shembull, kemi dy vlonjate, siç është Eva Gavani, që ka disa revista me pralla për fëmijë, apo shpresa Fundo, Gjergji. Fundo që edhe ajo ka sjellë libra për fëmijë. Sipas shkrimtarit Hoxha, për sa i përket letërsisë shqipe, pa diskutim që autori më i preferuar është Ismail Kadare, por nuk mungojnë as autorët si Fatos Kongoli dhe Diana Çuli. Jo vetëm për fëmijë, po them në të gjitha pjesë të kush janë disa nga veprat ose autorët që preferohen më tepër, megjithëse ti the që interesi është më i ulës se letërsia e huaj. Po, gjithmonë ngelet Kadareja, më i preferuari nga autorët shqiptar, i cili vazhdon të lexohet dhe të riqet në çdo kohë dhe në çdo moshë. Unë jam në Lungomare, kam disa ditë kam dalë atje me librat e mi edhe me librat nga libraria që kam këtu, por e shoh që Kadareja është gjithmonë i preferuar i lexuesve, që domethënë atyre që vinë nga Kosova ose nga diaspora. Po ka dhe autorë të tjerë, unë kam dhe librat e mi, por ka dhe autorë të tjerë që janë të preferuar, si që është Fatos Kongoli, për shumë një autor shqiptar, shumë i lexuar. Diana Çuli gjithashtu, është gjithashtu edhe, ka dhe autorë të tjerë, domethënë shqiptar, që janë të preferuar për lexuesit. Pavarësisht konkurrencës jo të drejtë që vitet e fundit teknologjia po i bën librit, shumë prej besnikëve nuk kanë hequr dorë nga libri. Policia shton kontrollet për evidentimin dhe ndëshkimin e rasteve të ndotjes akustike. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, përmes një reagimi në rrjetet sociale, theksoi se zhurmat e larta nuk mund të konsiderohen argëtim kur kthehen në shqetësim për banorët dhe turistët që zgjedhin zonat bregdetare për pushime. Policia e shtetit do të shtoj kontrollet në të gjithë territorin për evidentimin dhe ndëshkimin e rasteve të ndotjes akustike, duke synuar garantimin e qetësisë publike gjatë sezonit turistik.
Ministri Brendshëm Besfor Llamallari, përmes një reagimi në rrjetet sociale, theksoi se zhurma e lartë nuk mund të konsiderohet argëtim kur kthehet në shqetësim për banorët dhe turistët që zgjedhin zonat bregdetare për pushime. Kë gënjen mendja se mund të bëjë çdo doj me muzikën në Kup të Qellit, duke shqetësuar komunitetin dhe turistët, ka qytetar kundër dhe vizitorët me uniform tek dera e lokalit. Inkurajoj qytetarët të telefonojnë 129 për të raportuar çdo shqetësim të tillë, tha Llamallari. Kontrollet për respektimin e rregullave për ndotjen akustike vijojnë në kuadër të masave për sezonin turistik, me qëllim krijimin e një mjedisi më të qetë dhe të sigurt për banorët dhe vizitorët. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.